Jem në qytetin e Pejës, kemi ardhur te Pranvera me 2 fëmijë. Pranvera që rasti saj boni bum krejt shqiptarin. Ky është lajmi në ATV kur ja kemi thonë se ajo do të bëhet me strehim. Unë kam ndjek historien e Pranverës, edhe kam pas shumë kontakte djenë, shumë thirrje, shumë mesazhe. Po du me i thonë Pranverës edhe juve aty në studio se Jetimet e Ballkanit e marrin përsi për strehimin e kësaj nane me fëmijët. Sot kemi ardhur këtu me marrë Pranverën me fëmijët e saj dhe me çu në banesën e tyre të re. Po shkojmë, po i ndjekim këto emocione, zoti kur mos vjen. Përshëndetje, a doni musafir? Si jeni? Si po kaloni? Mashallah, çiçi. E mirë, a ishin gjata ditët prej emisionit deri sot? Shumë në ekstrem. Veç dita sot do kanë më e gjata. Se, po kur po vinë, apo vinë? Dhe unë po më shumë fëmijë. Ka mama janë të ardhur. A jeni gati? Gati. Na po shkojna. Pranverë, unë kam qelsin e banesës. Në emër të atyre që kanë dhënë donacion për këtë banesë, po ja jap qelsin. Unë nuk e di kujt më ia dhon. Kush kishe pas qef me qelë? Hadi e gëzon. Faleminderit. Qelë. E jemi tash në konakun e ri të Pranverës bashkë me 2 fëmijët e saj. Pranverë, përshëndetje. Përshëndetje. Ç'po do këtë banesë? Shumë mirë. E ke imagjinu me pas një banesë tonën? Asnjëherë. Kujt do t'ju kishe falendëruar? Falenderojmë ty, falenderojmë gjithë donatorëve. Kush ka ndihmu për mu me fëmijët e mi, Zoti inshallah i ndihmon. Amen. Ja vlen me cek që kjo banesë është e bleme para se me konë rasti i Pranverës, e ne kemi pas me sistemu një familje tjetër rreth kjo Pranverë. Pranvera po do marrë në fush Kosovë, banesa është e gatshme, po ja dham qelsat e na ke marrë një banesë tjetër këtu për familjen që do t'i jetë pas Pranverës. Mu m'bje shumë mirë që u bëm urë lidhëse mes njerëzve të vullnetit mirë dhe juve, që ju pensoni sot këtë banesë. Unë e falenderoj Adelinën, ajo më ka shkru e para, kur ka pas storjen tonë, pastaj më kanë thirrë miqt e mi prej Pejës, tash që kam edhe një motër të martuar atje. Me Pejë, kemi pas kuzhinën 5 vjet në Pejë tonën. Edhe shqyqër Zotit u bo për me pas ju banesën e re. Për çdo sen tash për këtu në këtë banesë, rrinë në kontakt bashkë edhe na do të mundohemi me të nejtë gati edhe me nej pak ushqimore edhe me nej rrobë për fëmijë, nuk përfundon çdo sen. Këtu me gjithë mobilim 33.000 euro e 500. Faleminderit tonëve. E gëzofsh. Zoti ju ndihmo. U gëzu me banesë të re Pranvera me 2 fëmijët e saj. U gëzofsh ju me familjet e juja, Zoti kur mos ju humb. Na po vazhdojmë me aktivitetet tona. Po du me përqaftet edhe mi thanë faleminderit.